Ish banori shumë përfolur i shtëpisë më të famshme, këtë edicion Xhibani ka befasuar ndikësit me një qëndrim publik të qartë dhe emocional, duke shpërndarë një mesazh ku tregon se është duke votuar masivisht për finalistin Gjesti. Në një postim të ndarë në Instagram, Xhibani jo vetëm që zbulon votën e tij, por e shoqëron me një tekst që rrëfen më shumë se sa thjesht një preferencë televizive. Tash që e dogja finalen e shenjë proteste për ruzaren e hedhur në pishinë, besoj kam të drejtë të votoj për cilin ma don shpirti. Por pjesa më e ndjeshme dhe më komentuar e deklaratës është padyshim dedikimi i tij personal që shkon thellë për te lojës. Gjest, të faleminderit për urimin që bëre për babin tim dhe më fal sa herë të kam rënë në qafë me pata drejt. Këtë moment reflektimi i Xhibani e shoqëron me një pranim të ndershëm të dëshirës së tij fillestare për të fituar vetë. Kisha dash me fitu vetë, ama nga ata që kanë ngel aty më dukesh më i miri për çmimin e parë. Dhe për ta përmbyllur, ai nuk lë vend për dilema apo spekulime, por hajër dhe hajt më gjallë, një urim që vjen nga zemra dhe që e bën të qartë se për Xhibanin fituesi moral dhe real i këtij edicioni është vetëm Gjesti. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.